vullneti politik për që si e gjykon, se jemi politik tani, ne përshohim që drejtësia ka forcë të matet me politikën apo politika e menaxhon drejtësinë, ka vegrën e vet. Partia Koalicioni Euroatlantik dhe lideri i saj ka kërkuar vetingun e politikës, ka mbështetur SPAK-un pa ekuivoke në mënyrë të vazhdueshme dhe ka propozuar disa ligje në Parlamentin Shqiptar pikërisht për drejtësinë, për rendin dhe sigurinë. Po. Në mënyrë kategorike, partia që unë bëj pjesë dhe kandidoj, është një alternative re që jep shpresë për te 2 vjetrave që kanë qenë pjesë e botës së krimit. Ku janë këto 2 vjetrat? Pësoja dhe pëdoja. Pra ata që s'kanë me marrë. A ishit ky kontingent i partisë Euroatlantike, a ishit pjesë e PD-s dhe i shërbyt ati... Atë përgjigjem. Atë përgjigjem. Po, pra, po. Zotë Demaliaj, pyetja më është drejtuar mu, dhe unë jam ai drejtor policie që kam denoncuar në vitin 2012 publikisht dhe me dokumenta korrupsionin e zyrtarëve të lartë të qeverisjes Partisë Demokratike në... Ku bënte pjesë dhe Lulbasha? Në Bulqiz. Ku bënde pjesë dhe Lulbasha? Ai që të liberalizoj vizat dhe të futin në NATO. Ai keqi. Po i mjaf... Vizat dhe NATO ka qenë proces mërzotërise. Edhe bëja është proces. Edhe bëja është proces. Po pse merrni ju... Ishim në 2013 3 hapa lartë kemi shkuar 7 hapa mbrapa. Erdi Berisha edhe u futëm NATO. Ajo e NATO ka fillu shumë vjet përpara procesit se stabilite Berisha më nuk mund tjetë proces kur pasaporta e BE-s tundët nga një kryeministër që ka një qeveri në burg. Po prit se për ta pyetja më është bërë mu tani do të ndrysh. Po mirë më thonë, mund ta pranoj këtë ishte proces. Po ti mos e pranoj NATO u futën si shkak i interesave gjeopolitike se shqiptarët, ushtarët shqiptarë ishin atete dhe një javë përpara NATO-s të nodhi Gërdeci zotëri. Të nodhi Gërdeci ku Lulbasha ishte ministri i asaj qeverie. Po futen burg. Edhe ishte ministri i brendshme. Ore futen burg. Tani jo mos i bëni njerëz budallë. Po jo pra, as ti mos i bëj budallë. Po jo mos po bëjmë për te faktet. Ke një qeveri në burg. Një qeveri në burg. Ku thotë? Po. Shumë mirë. Një qeveri në burg. Kjo tregon që ja, kjo qeveria sot. Çfarë tregon kjo? Kjo qeveria sot nuk e ndalon drejtësi. Ka edhe një qeveri tjetër. Kandidat për në burg. Jo, jo. Jo vetëm si bie me grusht. Kjo qeveria sot nuk e ndalon drejtësi. Kryeministri i Shqipërisë është i kapur live duke i ra tavolinës me grusht, duke i ra ballit me grusht. Tani do i bjerë murit me kokë. Sepse gjithë shokët i kanë burg në 313. S'ke mërzitësh. Unë mërzitem. Po dukesh i mërzitur. Unë i mërzitur. Unë baj llogari për vetes. Unë i mërzitur. Po jo më fare i mërzitur.